Viti në vit, dukuria e dorëzimit të parave të gjetura nga ana e qytetarëve tek organet e policisë po shënon rritje. Gjatë vitit 2025 në rajonin e Ferizet janë shënuar 16 raste. Në vitit 2025 në rajonin e Ferizet kemi gjithsej 16 raste të gjetjes së parave ku qytetarët i kanë gjetur dhe i kanë dorëzuar në polici, prej tyre prin shtimja. Në qytetin e Shtimës kanë qenë 7 raste, në Ferizaj kanë qenë 4 raste dhe në Hantja e Lezit 3 raste dhe në Shtërps 2 raste. Janë të gjitha këto raste ku qytetarët i kanë gjetur qoftë çanta apo portofole dhe i kanë dorëzuar në stacionin e policisë. Inkurajuese në dorëzimin e parave në disa raste janë fëmijët, për çka për një rast presidentja e vendit Vjosa Osmani muaj më parë kishte dekoruar 3 fëmijë ferizajas. Ju se drejton janë edhe 3 raste ku në 3 rastet janë fëmijë që kanë gjetur para dhe dokumente personale të atyre që i kanë humbur dhe i kanë dorëzuar në polici. Një rast e kemi një 15 vjeçar, një tjetër e kemi 10 vjeçar që kanë gjetur shumat e majme të parave dhe i kanë dorëzuar në polici. Këto gjeste, sociologët e kanë vlerësuar shumë, duke shtuar se është rritur besueshmëria e qytetarëve ndaj policisë. Në aspektin sociologjik mendoj se ka të bëjë me një rritje të shkallës së vlerësimit social, por si fenomen është kompleks. Ka dimensionin juridik, dimensionin social, kulturor, moral e tjera. Fakti që po rritet numri atyre që kthejnë tregon rritjen e nivelit të kohezionit social dhe rritjen e nivelit të besueshmërisë ndaj institucioneve, sidomos ndaj institucioneve të policisë së Kosovës. Edhe në këtë fillim vit janë shënuar edhe 2 raste të dorëzimit të dokumenteve dhe parave të gjetura.